Që nga ditët e para të muajit të bekuar të Ramazanit deri në këto ditë të fundit, shoqata Rinia e Reçanit ka dëshmuar edhe një herë se mirësia dhe humanizmi janë vlera që jetojnë mes nesh. Gjatë këtij muaji, të rinjtë e kësaj shoqate janë angazhuar pa u lodhur në organizimin e aksioneve humanitare, duke shpërndarë ndihmë për familjet në nevojë, duke sjellë iftare për ata që kanë më pak mundësi dhe duke përhapur frymën e solidaritetit në çdo cep të komunitetit. Me përkushtim, sakrificë dhe zemër të madhe, ata kanë arritur të bëjnë që shumë familje ta ngjejnë ngrohtësinë e Ramazanit duke u lehtësuar përditshmërinë dhe duke u ashtuar shpresën. Çdo pako e dhuruar, çdo iftar i shpërndar dhe çdo buzëqeshje e sjell është dëshmi se mirësia nuk kërkon shumë, vetëm vullnet dhe zemër të pastër. Këto veprime janë një mesazh i fuqishëm për të gjithë. Ramazani nuk është vetëm agjërim, por edhe kujdes për njëri tjetrin, ndarje dhe dashuri për ata që kanë nevojë. Nga shoqata Rinia e Reçanit shprehim falënderim të veçantë për të gjithë kontribuesit, donatorët dhe vullnetarët që u bën pjesë këtyre aksioneve fisnike. Nga atje bëjmë ftesë që në këto ditë të fundit të Ramazanit le të vazhdojmë të japim, të ndihmojmë dhe të përhapim mirësi, sepse çdo vepër e mirë ka vlerë të madhe.